bëhet centralizimi i numërimit në nivel komunal, ne kemi sinjalizuar për mundësinë e organizimit kriminal edhe më të lehtë të qasjes së ndikimit në procesin e votimit, sidomos procesin e numërimit, sidomos për votat për kandidat, por kjo ka qenë një marrëveshje mes partive politike, edhe unë konsideroj që hapi parë i gabueshëm që ka prodhuar të kjo situatë është krijimi i qendra numërimit në nivel komunal. Për arsye se nëse që thjeshtsojmë, do të thotë nëse Prizreni ka 230 vend votime ose 300 vend votime, për afërsisht Prishtina, ku i di me numra saktë, do të thotë aty janë përfshin mijëra komisionerë dhe vëzhgues. Edhe krijimi i centralizimi në një qendër të numërimit, ku është një numër i kufizuar prej 100 komisionerëve apo vëzhguesve, edhe vëzhguesve, do të thotë ndikimi shumë më i lehtë edhe qasja organizative kriminale për me ndiku në proces o shumë më i lehtë se sa shpërndarja horizontale kur ka qenë numërimi në vend votime. Unë mendoj se kjo është një element. Normalisht që në gjitha zgjedhjet në Kosovë jam i përfshirë, nuk ka pasur asnjëherë në këtë mas vjedhje të votave, qoftë mrena kandidatëve, qoftë mrena partive, përjashtu atëherë mbushjen e kutive të votimit që ka ndodhur në disa qytete të Kosovës, apo nëse guxoj me thonë më mirë në një qytet të Kosovës. Do të thotë në këtë rast kemi pasur vjedhje mes kandidatëve, kjo e prek integritetin. Sinjalizim për vjedhje ka pasur edhe më herët, por ndoshta jo në këtë mas. Jo në këtë mas. Jo në këtë mas. Por ka mundur që edhe më herët të ketë ndodhur dhe të mos jetë sinjalizuar bashkëtamam? Ka ndodhur, domethënë kemi pasur raste kur janë prekur flet votimet. Tash ky rast e bën një ndryshim se nuk janë prekur flet votimet. Do të thotë mbushja ose gjatë procesit, si më thotë, devijimi i votave, i vullnetit qytetar, ka ndodhur në procesin e numërimit edhe futjes së të dhënave në teknologji, në aparatin teknologjik që është pjesë e saj, edhe normalisht matutjen në nënshkrimin në formularin e rezultate për kandidat në FRK, e cila del nga ky proces. Por duke marrë parasysh që kjo do ta kishte lehtësuar, ne kemi sinjalizuar atëherë edhe për shkak të vonesa, se numërimi i votave të kandidatëve ka përfunduar brenda natës me numërimin e votave të subjekteve politike në vend votime. Edhe ju e keni parasysh edhe në zgjedhjet lokale, edhe në këto zgjedhje parapërsisht gati mesatarja ka qenë 5 ditë numërimi matutjeshëm i votave për kandidat. Unë mendoj që këtu ka qenë gabimi i parë, edhe normalisht që njerëz që kanë